Ndryshe nga vitet e shkuara, Kulezha është përballur me përmbytje të mëdha, kësaj here duket se problematika është vendosur në një tjetër këndvështrim. Erozioni ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në bërgdetin e Shëngjinit, ndërsa rreth 22 metra raportojnë specialistë mjedisit që deti ketë depërtuar në tokë gjatë viteve të fundit. Katastrofa natyrore duket më së miri edhe në rrëzimin e 10 pishave shumë vjeçare. Deti po kthehet në pushtuesin më të madh të tokave në Shëngjin, si pasojë e erozionit. Pushtetarët vendohu, banorë të zonës dhe specialistë të mjedisit e cilësojnë gjendjen alarmante, ndërsa zgjidhja duket se kërkon projekte e studime madhore. Unë është shumë të rrezikshme këtë punë. Me këtë prurje ujë që me këtë bati që ka ardhur. A zotën si mas parashikimeve thëmë se po. Nuk ishon punë 4-5 vjetë si bashkojnë bashkë. Laguna me detit. Më problematike situata shfaqet në zonën e mbrojtur Kune Vajin, ku deti glabëron çdo ditë pjesë të tokës dhe rrezikon bashkimin, ndërsa ditët e fundit 10 pisha janë rrëzuar, duke ofruar një pamje të trisht në bregdetin e Shëngjinit. Rëndit të kësaj pishe tregojnë vjetërsinë e saj dhe distancën që ajo mund të kishte më herët me ujin, por siç duket erozioni ka dëshmuar se çfarë masash duhet të ndërmerren, në të kundërt mund të ketë pasoja të tjera fatale për 10 të tjera. Kreu i komunës Salvador Kaça i thotë se janë marrë masa për të ulur sadopak rrezikun, por pavarësisht kësaj situata po përkeqëson. Kemi identifikuar dhe po bëj gati kërkesën për t'ia paraqitur Fondit Zhvillimit, Fondit Shqiptar Zhvillimit, për të bërë një shtesë për 5-6 skalera tjera në segmentin nga Ura ku është bërë dhe në segmentin pra 2-5 km, sepse ky segment ka nevojë për 5-6 skalera. Specialisti i mjedisit në Lezhë Jakgjini, i cili ka punuar në shumë projekte të Bankës Botërore për mbrojtjen e kësaj zone, thekson se zgjedhja e njeriut ndaj mjedisit ka ndikuar në situatën me të cilën po përballet Shëngjini. Me çdo stuhi detare që shoqërohen me një dallgëzim tepër të fuqishëm, menjëherë deti përparon në drimtim të tokës 3 deri në 4 metra mesatarisht. Nga ana tjetër, të dhënat e Këshillit të Qarkut në Lezhë flasin për një sër studimesh të kryera, por që për zbatimin e tyre kërkohen fonde të mëdha.